Përshëndetje, faleminderit edhe për faktin që po ndiqni, po edhe për mundësinë për të folur, se sot Parlamenti nuk ta jep hapësirën për të folur. Dy gjëra për të vlerësuar nga diskutimet e dy ditëve të fundit në Parlamentin Evropian. Së pari, falënderimet të dy raporterëve, dhe Andreas Schlyter, socialistit, edhe Andrej Kovačev, përfaqësuesit të EPP-s, dhe të gjithë eurodeputetëve që bën të mundur që dje në Parlamentin Evropian në Strasburg të flitej shqip. Dhe atje me të vërtetë u fol shqip. Diskutoheshin raportet e 5 vendeve të Ballkanit Perëndimor, përveç Serbisë që do të jetë në korrik, dhe të gjithë një zëri kishin vetëm një temë të ditës: çfarë po ndodh në Shqipëri. Dhe të gjithë ishin të qartë që protesta sot në Shqipëri lidhet me akumulimin e 14 viteve pushtet, sistemit që ka krijuar Edi Rama, lidhet me arrogancën, me korrupsionin, lidhet me ligjet me porosi. Jo më kot, atje ishin të prezantuara ligji i investimeve strategjike, ligji i zonave të mbrojtura, që Parlamenti Evropian i kërkon qeverisë shqiptare ta anulloj, ligji për trashëgiminë kulturore, atje përmendjen çështje edhe të korrupsionit, dhe të mandatit të zëvendës së kryeministres, ish zëvendës kryeministres, dhe shumë element tjerë që i kanë detyruar sot qytetarët shqiptar të jenë në rrugë. Ajo që është e rëndësishme është që shqetësimet e protestës nuk janë më vetëm lokale, janë shqetësime europiane, dhe rruga europiane e Shqipërisë kalon patjetër nëpërmjet zgjidhjes së tyre. Janë kërkesa që ne me vite i kemi bërë, janë kërkesa që i kemi thënë në parlament, i kemi kërkuar Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian që të flasë, po sot qytetarët në rrugë i kanë detyruar ato që t'i artikulojnë dhe në Parlamentin Evropian. Elementi fundi që duhet përmend për rezolutën dhe për diskutimet e djeshme lidhet edhe me pastrimin e parave. Dosja që SPAK ka ekspozuar javën e fundit për pastrimin e parave ka treguar pikërisht arsyen pse qytetarët janë në rrugë. Për vite me radhë kemi thënë që po pastrohet në ndërtim parat e krimit, parat e drogës, parat e korrupsionit janë duke u pastruar atje, në turizëm dhe në ndërtim. Kjo reflektohet dhe në rezolut. Kjo është dhe arsye pse qytetarët janë duke protestuar, dhe mua më vjen mirë që propozimi që kanë bërë para 2 vitesh, i ligjit për të ndaluar në sektorin e ndërtimit parat informale, është pjesë e diskutimeve që u bën dje në Parlamentin Evropian. Për ta mbyllur, kishte disa amendamente të minutës së fundit të propozuara nga të gjelbrit, të cilët grupi i EPP-s me shumë përgjegjësi dhe përgjegjshmëri i mori dhe i trajtoi duke bërë një amendament final që reflekton kërkesat e protestuesve. Dhe amendamenti thot: dënojmë ligjin e investimeve strategjike dhe kërkon që ky ligj të pezullohet menjëherë, sepse e kërkon dhe BE-ja ka vite. Duhet patjetër të ndaloj edhe ligji i zonave të mbrojtura, dhe duhet që çdo projekt të shoqërohet me një analizë të mjedisit, të shoqërohet me gjithë përfshirje me shoqërinë civile, njëkohësisht dhe me pronarët. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që në të ardhmen çdo projekt do të ketë moratorium pa u plotësuar kushtet dhe fryma europiane. Tani kjo është e vërteta. Unë e kuptoj që disa përfaqësues politikës atje nuk kishin mundësi që të kishin takime ashtu siç kishte opozita. E kuptoj dhe faktin që ndoshta si pëlqyen ato që u diskutuan atje, po dezinformimi që ka ardhur nga zyra e kryeministit 2 ditë të fundit, për mua është i paprecedent për politikën shqiptare. Po për zonja Tabaku, pavarësisht vendimit që ka marrë dhe rezolutës që bëri dhe miratoi Parlamenti Evropian, nuk janë detyruese për Shqipërinë. A shikoni që ka vullnet nga mazhoranca për t'i implementuar dhe ligjin shqiptare si për zonat e mbrojtura, gjithashtu dhe për ligjin për investimin strategjik? Po të kishte pasur vullnet mazhoranca, nuk do t'i kishte miratuar këtë ligje. Unë kam humbur shpresën nga vullneti politik i mazhorancës, qoftë për ligjet, qoftë për frymën europiane, qoftë edhe për procesin e integrimit. Kjo është absolutisht e qartë. Po sot ne kemi një rrugë përpara, ose procesi i integrimit, ose ligjet e sistemit kapur, ligjet që vinë këtu me porosi. Shiko, rezoluta është e vërtetë që nuk është detyruese, por Parlamenti Evropian do thotë fjalën e vet për Shqipërinë nesër. Dhe të gjitha ato detyrime që janë atje në rezolut do jenë kërkesa në momentin që Shqipëria do ketë nevojë për votën e Parlamentit Evropian. Në qoftë se Malizi ka filluar që të hartojë traktati ne antarësimit, dhe në qoftë se Malizi ka filluar që të ecë përpara në këtë proces me 15 kapituj të mbyllur, duhet patjetër që Shqipëria në momentin që shkojnë në Parlamentin Evropian të raportojë për të gjitha detyrimet që ka pasur. Tani vullnetin politik të mazhorancës nuk e bëjmë dot ne. Ne kemi për detyrë që këto çështje t'i çojmë në Parlamentin Evropian.